Ti nuk ke nevojë për një jetë të re, ke nevojë për një zemër të re. Ndryshimi fillon në zemër para se të shfaqet në jetën tënde. Allahu thot në Kur'an vërtet, Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli derisa ata të ndryshojnë atë që është brenda vetes së tyre. Pra rritja dhe ndryshimi fillon nga brenda. Nuk ke nevojë të bësh më shumë, ke nevojë të bësh gjërat me qëllim dhe me vetdije. Ke nevojë të ndryshosh gjendjen brenda zemrës sate. Allahu nuk po pret që ti të bëhesh e përsosur, ai po pret që të marrësh hapin e parë të brendshëm. Në momentin që ti ndryshon atë që është brenda teje, Allahu ndryshon gjithçka jashtë. Para se të filloj misionin profeti Musa a.s. e të përballej me faraonin, ai nuk kërkoi një realitet të ri. Ai kërkoi një zemër më të hapur dhe më të gjerë, sepse ai e dinte se ndryshimi nuk fillon me atë që është përpara atij, por me atë që është brenda tij. Ai tha: "O Zoti im, ma zgjero krahërorin tim, lehtëso punën time dhe zgjidhe nyje nga gjuha ime që ata të kuptojnë fjalën time." Sepse ndonjëherë pesha nuk është e detyra apo të misioni, por të ngushtësia në zemër. Allahu nuk i ndryshon rrethanat para se të ndryshojë zemrën. Ai nuk e hoqi sfidën nga rruga e Musait a.s., por e përgatiti brendësinë e tij për ta mbajtur atë. Kur je gati të nisësh diçka të re ose ke një mision që Allahu të thret ta bësh, dhe gjithçka ndihet e rëndë, e paqartë, problemi nuk është se duhet të bësh më shumë, është se zemra ka nevojë për zgjerim. Ndryshimi fillon nga brenda, pastaj shfaqet në jetë. Asgjë nuk është e lehtë përveç asaj që Allahu e bën të lehtë, dhe ai e bën të lehtë kur ti merr hapin e parë të brendshëm. Prandaj nëse gjoksi yt ndihet i shtrënguar, mendja e rënduar, zemra e friksuar, thuaj duan e Musait a.s. Zoti im, më zgjero krahërorin tim, hape zemrën time dhe më lehtëso këtë çështjen time. Kujto që ti rregullon brendësinë, Allahu rregullon jashtësinë. Kjo nuk është thjesht një shpresë, është premtim hyjnor, nuk është optimizëm, kjo është në Kur'an, kjo është sunet, kjo është premtimi i tij për ty. Selam.